Prej 24 pacientëve, 9 do të lëshohet në shërim shtëpiak, informoi sot Ministri i Shëndetësisë Arben Taravari. Ai theksoi se pacientët të cilët po mjekohen, 7 prej tyre ndodhen në qendrën klinike, 8 pacientë në spitalin 8 shtatori, 6 në spitalin e vjetër të qytetit, si dhe 3 pacientë të cilët shërohen në klinikat private. Pra, siç theksoi ai, në Shkup do të ngelen vetëm 15 pacientë. Ai po ashtu dha shpjegime edhe për pacientët të cilët po mjekohen jashtë vendit. Dhe një pacient që shërohet në Suedi, tashmë është në mjekim shtëpiak, po qëndron edhe disa ditë atje, derisa të kthehet. Praktikisht nesër do të mbetemi me 99 pacient, shkojmë në numër 2 shifror, zvoglohet numri pacientëve, në përgjithësi informatat janë të mira, mbeten 4 pacient pak më kritik, por në dallim prej dje, sot janë në gjendje pak më të mirë se sa dje, por përsëri në situatë të vështirë. Dëgjojmë gjithnjë e më shumë lajme që ekstubohen pacientë dhe vendosen në reparte të mira, në reparte normale dhe paralajmërime për plot pacientë që do të kthehen në ditët në vim. Ministria e Shëndetësisë ka formuar një ekip mjekësh të cilët do të shkojnë në spitalin e Koçanit për trajtimin e pacientëve që janë nga atje, të cilët kanë lëndime më të lehta të mos detyrohen të vinë deri në Shkup. Qëllimi është që personat me lëndime më të lehta me shkallë më të lehtë të djegjes të mos vinë në çdo 2-3 ditë në Shkup, por të mund kontrollet i bëjnë atje për situatën e tyre shëndetësore. Për infeksionet, askush nuk mund ta di, ajo mund të ndodhë në secilën fazë derisa nuk shërohet plaga. Ndërkaq, drejtori i toksikologjisë Andon Çibishev tregoi se 4 pacientët që dje kanë ardhur nga Spanja, pas kontrolleve të nevojshme mjekësore, sot janë lëshuar në shtëpi, në siç tha ai, gjendje të shkëlqyer shëndetësore. U shtruan në klinik, u kontrolluan nga toksikolog, anesteziolog, psikiatër, të gjithë kanë marrë terapi. Rezultatet e analizave të tyre treguan se janë në vlerat e referencës, janë më parametra stabile klinike dhe sot u lëshuan në shtëpi në gjendje të shkëlqyer shëndetësore. Ndërkaq, mjekët dhe institucionet përkatëse po tregojnë të gatshëm se po bëjnë gjithçka në fuqinë e tyre për t'u dhënë trajnimin më të mirë të mundshëm për shërim sa më të shpejt pacientëve.